Ambientet e qendrës së vizitorëve Prankullës 360 gradë, Bashkia Divjak në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Drejtorinë Rajonale të ADZ-MFIR organizoi një dëgjes publike lidhur me disa projekte zhvillimore në zonën e mbrojtur Parku Kombëtar Laguna e Karavastas. Të pranishëm në takim ishin kryetari i Bashkisë Divjak Josif Gorea, drejtori i ADZ-MFIR Fatjon Prence, Daniel Pirushi nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Në fokus të diskutimeve ishin shqetësimet mbi ndotjen, kryesisht nga mbeturinat plastike të sjellura nga lumenjt dhe roli i bashkëpunimit për mbrojtjen e kësaj mrekullie natyrore. Kryebashkiaku Gorea bëri prezantimin e projekteve përmes një materiali vizual, ndërsa më pas diskutimet u hapën për pjesëmarrësit. Projektet e propozuara për zonën përfshin zgjatimin e shëtitores me drasa deri në qendrën e plazhit, ndërtimin e një kanali lidhës mes lagunës dhe detit Adriatik, pastrimin e grykave të daljeve me eskavator, ndërtimi i një tregu peshku pranë kanalit të Vaut dhe vendosja e një muzeu të fluturave pranë qendrës së vizitorëve. Kjo dëgjes shënoi një hap të rëndësishëm për përfshirjen e komunitetit në vendimmarrje. Zhvillimi i projekteve do të sjellë më shumë turizëm dhe një ndërgjegjësi mjedisor. Bashkia dhe institucionet partnere premtojnë angazhim të plot për mbrojtjen e lagunës. Ky takim konfirmoi rëndësinë e pjesëmarrjes së komunitetit në mbrojtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave të mbrojtura. Aktiviteti u ndoq nga afër dhe nga kamera e televizionit Apollon. Patjetër që ne në ditë jemi pak të freskë. Dhe mos na bëni për keq, por edhe ne mundohemi të japim pak emocion. Kësaj natyre fantastike që na ka dhënë Zoti. Jam e ndërruar sot që kemi bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, me drejtorisë Danieli, kemi kohë që merrni për të bashkëreduar dhe për të diskutuar bashkë të projektet e voçka që neve kemi për të bërë ca ndërhyrje delikatese në park, brenda parkut dhe jashtë parkut. Këto janë disa ide, disa nga ato janë propozime direkte të bashkisë, dhe disa janë projekte të ministrisë. Unë si një pritës me që e mora fjalën dhe po referoj, po do të kaloj shkurt dhe saktë ato idera që ne kemi ndërmarrë dhe po të mësojmë. Kërkojmë mendimin tuaj dhe patjetër me artimin tuaj që gjithmonë çdo ndërhyrje jetë sa më e vogël dhe sa më pak projekte.